Para se të fillojmë me videon, do ju ftoja të abonoheshit në kanalin ton Thënie për Jetën dhe të klikoni si përziles për të marrë njoftimet e videove tona më të reja. Faleminderit. Forcon gjunjët, kockat dhe nyjet, ushqimi që duhet të konsumoni me patjetër pas të 40-tave. Përqendrohuni në një dietë ushqyese që është ekuilibruar dhe e pasur me proteina. Ushqyerja luan një rol të rëndësishëm për të siguruar që një person të ketë nyje të shëndetshme dhe kocka të forta. Një nga arsyet e zakonshme të dhimbjes së kyçeve është acidi larturik. Refuzimi nga konsumi i këtyre artikujve bën të mundur përmirësimin e shëndetit të përgjithshëm dhe normalizimin e niveleve të acidit urik në trup për të reduktuar dhimbjet e lidhura kryesisht me kyçet. Merrni tableta të mjaftueshme të kalciumit dhe merrni mjaftueshëm vitaminën D. Ndërsa një person plaket, trupi i tij do të ketë nevojë për lëndë ushqyese për të mbajtur kockat e tij të forta dhe të dendura. Marrja e mjaftueshme e lëndëve ushqyese që mbështesin kockat duke përfshirë kalcium dhe vitaminën D është thelbësore për të mbajtur kockat të forta dhe të shëndetshme. Gjithashtu qëndroni të hidratuar. Ju duhet të qëndroni të hidratuar gjatë gjithë ditës që të plotësoni nevojat e trupit. Sasia e ujit që konsumoni duhet të ndryshojë sipas faktorëve siç është gjinia, mosha, pesha, niveli i aktivitetit fizik dhe klima. Në mënyrë që të keni një organizëm të shëndetshëm, duhet të pasqyroni gjithashtu edhe një jetesë sa më të shëndetshme. Ajo që duhet të zgjidhni në dietën tuaj për të pasur kocka të forta dhe plot jetë është shumë e rëndësishme edhe në zgjatjen e ndryshimeve që mund të përjetoni. Prandaj, për të pasur kocka më të forta, sipas Brightside, duhet të ndiqni këto udhëzime. Ruani një peshë të mirë trupore. Ndërsa më parë është e vërtetuar se pesha e ulët nga uria mund të çojë në osteoporozë dhe humbja e peshës mund të ndryshojë humbjen e kockave. Humbja e peshës duhet të ndikohet nga regjimi i dur dietik dhe ushtrime të ndryshme. Efektet e obezitetit mund të kenë komplikacione shumë më të rëndësishme shëndetësore, megjithatë obeziteti lidhet drejt për së drejti me sëmundje shoqëruese që mund të shkaktojnë humbje kockore, dobësim të kockave, rritje të rrezikut të frakturave dhe probleme të tjera të shtyllës kurrizore. Ushtrimet e rregullta fizike janë në një zgjidhje shumë e mirë pozitive në çdo aspekt. Aktiviteti fizik është i shëndetshëm edhe për presionin e kockave. Ato kanë përfitime të shumëfishta pasi ndihmojnë në ndërtimin e fitnessit dhe qëndrueshmërisë, ndërkohë që sigurojnë kocka të forta, muskuj të fuqishëm, nyje fleksibël, kapacitet të përmirësuar të mushkërive, përmirësim të shëndetit kardiak, kontroll të peshës dhe mirëqenie të mendore më të mirë dhe më të përmirësuar. Kontrolloni më shpesh shëndetin tuaj për të marrë masa parandaluese. Një nga zgjidhjet më të mira për të përmirësuar shëndetin e nyjeve janë kontrollet të rregullta. Supozoni se jeni më i vjetër dhe jeni të shqetësuar për humbjen e dëndësisë kockore, gjë që mund të shkaktojë çrregullime të lidhura me kockat si osteoporozë dhe artrit. Në këtë rast rekomandohet që të caktoni një takim me mjekun të specializuar për më shumë informacione. Mjeku juaj mund të këshillojë një test të dëndësisë kockore për t'ju treguar nëse jeni në rrezik për këto kushte si dhe të përmirësoni shëndetin e kockave dhe të kyçeve. Gjithmonë njihni kufijtë tuaj. Është normale të keni disa dhimbje muskulare, veçanërisht pas një aktiviteti fizik. Megjithatë, nëse keni dhimbje që zgjat më shumë se 48 orë, është më mirë të pushoni kockat dhe muskujt. Gjithmonë konsultohuni me një mjek në vend që të bëni vetmjekime, pasi trajtimi i dhimbjes mund të çojë në lëndime edhe më të rënda. Prandaj, për të pasur një mbrojtje më të mirë të shëndetit të tyre, dietën tuaj duhet ta pasuroni me produkte sa më të shëndetshme. Duke ditur kështu edhe rëndësinë e asaj që konsumoni, do të keni kocka edhe më të forta. Për të qenë në formë dhe në forcën më të mirë të kockave dhe të muskujve, përveç aktiviteteve të rregullta fizike, rëndësi ka dhe ushqimi. Disa ushqime mund të jenë veçanërisht të dobishme për ju në këtë proces. Edhe pse kalciumi dhe vitamina D duhet të merren në suplemente, megjithatë është më mirë që t'i merrni ato përmes dietave natyrale. Kur bëhet fjala për forcimin e kockave, këto janë ushqimet që duhet t'i hani më shpesh. Kosi. Kosi është i pasur me vitaminën D dhe me kalcium, të cilat dihet se mbrojnë nga osteoporoza. Qumshti. Ushqimet në bazë ditore, siç është edhe qumshti, mund të rrisë përmirësimin e shëndetit tuaj të nyjeve.
Një gotë me qumësht të skremuar përmban rreth 30% të dozës rekomanduar ditore të kalciumit. Blini qumësht për të pasuruar më shumë vitaminën D dhe të merrni më shumë përfitime për shëndetin tuaj të nyjeve. Salmoni dhe toni. Jo vetëm që janë të mira për zemrën, por edhe për kockat, ato përmbajnë gjithashtu sasi të mirë të vitaminës D. Spinaci, përveç magnezit dhe vitaminës D, përmbajnë vitaminën K, e cila parandalon fraktura dhe rrit dëndësinë e kockave. Lëngu i portokallit. Ulëntimet e kryera në Amerikë kanë treguar se lëngu i portokallit dhe kockat edhe qumshti mund të ofrojnë një mbrojtje mjaft të mirë. Është gjithashtu një burim i shkëlqyer i vitaminës C. Ushtrimet në palestër janë ideale në ndërtimin e muskujve dhe qëndrueshmërinë e nyjeve tuaja. Prandaj sigurohuni që të zgjidhni një të mesme të përbashkët për të përmirësuar strukturën e nyjeve dhe forcën e kockave. Për të pasur kocka më të shëndetshme në dietën tuaj duhet të shtoni farat e kungullit. Pavarësisht nëse i kafshoni ose i vendosni në sallata, ekspertët thonë se farat e kungujve janë në super ushqim që mund të kenë ndikime të mira në shëndetin tuaj të nyjeve. Farat e kungullit janë të pasur me magnez, me zink dhe fosfor, të gjitha minerale këto aleate të nevojshme për shëndetin e kockave. Magnezi është një aktivizim i vitaminës D, e cila ndihmon në rregullimin e kalciumit dhe fosforit në ndërtimin dhe mbrojtjen e masës kockore. Zinku është i nevojshëm në përthithjen e kalciumit. Pa zink nuk mund t'i mbani kockat e shëndetshme. Sipas Klamer, farat chia janë një zgjidhje spektakolare falë përqendrimit të lartë të kalciumit dhe të magnezit. Vezët. Ekspertët thonë se fillimi i dietës me vezë të fërguara ose omlet është një mënyrë e thjeshtë për t'i mbajtur kockat tuaja të forta. Vezët janë një ushqim i rrallë që sigurojnë një mënyrë natyrale të vitaminës D, e cila është e nevojshme për përthithjen e kalciumit nga trakti intestinal. Ndërsa vitamina D mund të absorbohet nga rrezet e diellit, shumë njerëz nuk marrin pjesë më të madhe të dritës së diellit, dhe për këtë arsye nuk marrin vitaminë D të mjaftueshme në dietën e tyre, citon Holly Klemer. Asnjëherë mos i hidhni të verdhat e vezëve. Një verdh veze përmban pothuajse 100% të vlerës ditore të vitaminës K2, një vitaminë e tretshme në yndyrë, që sipas ekspertëve ndihmon kalciumin në kocka. Njerëzit e moshuar duhet të sigurojnë vitaminën K2 që të jetë pjesë e dietës së tyre të përditshme për të siguruar që kalciumi të kthehet në mënyrë adekuate në kockat e tyre dhe të mbrojë gjithashtu shëndetin e nyjeve. Specat e verdh përmbajnë 342 mg vitaminë C. Vitamina C stimulon gjithashtu forcën më të mirë të nyjeve tuaja, dhe përfshirja e këtyre vitaminave në dietën tuaj është një mundësi e shkëlqyer për të përmirësuar kështu strukturën e kockave. Për të përmirësuar kockat tuaja është e rëndësishme që të merrni edhe suplemente të vitaminave të ndryshme, të cilat duhet t'i merrni gjithmonë në mbikëqyrjen e një mjeku. Salmoni. Salmoni është ideal për drekë ose për darkë. Ky peshk është plot e me lëndë ushqyese që mund të përmirësojnë shëndetin e kockave. Salmoni është i pasur me proteina që janë në kyçe në ndërtimin e indit kockor. Ai gjithashtu siguron vitaminën D, të cilët trupi i nevojitet për të absorbuar kalciumin nga ushqimet dhe për të ruajtur indet e kockave për t'i mbrojtur kockat nga thyerja. Një arsye tjetër pse salmoni është një zgjidhje e shkëlqyer sipas nutricionistëve është vitamina D, një lëndë ushqyese e tretshme në yndyrë, kështu që mund të sigurojë trupit tuaj shumë të mira minerale. Sipas ekspertëve, në dietën tuaj duhet të përfshini gjithashtu ushqime sa më të shëndetshme, të cilat ndikojnë në drejtpërsëdrejti në shëndetin e kockave. Mëngjesi duhet të jetë baza e dietës së pasur. Vetëm kështu do të arrini të parandaloni komplikacionet që lidhen me kockat tuaja me kalimin e viteve. Ndaj sigurohuni të konsumoni sa më shumë ushqime të shëndetshme. Vëmendje. Ju bëjmë me dije se informacionet në këtë video kanë për qëllim që të plotësojnë, të mos zhvendësojnë këshillat e mjekut tuaj ose ofruesit të kujdesit tuaj shëndetësor, dhe nuk kanë për qëllim që të mundësojnë të gjitha përdorimet e mundshme, masat paraprake, ndërveprimet ose dhe efektet e tyre negative në shëndetin tuaj. Pasi ta dëgjonit këtë video, do ju ftoja t'i bënit like dhe ta shpërndanit atë në profilin tuaj në mënyrë që të informohen dhe miqtë tuaj.